Përshëndetje të nderuar miqtë mi. Ja ku po takohemi sonte sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të sjellur një rrëfim të çuditshëm pranë jush. Keni dëgjuar ndoshta për histori jete që në fakt u janë dukur si legjenda, por kur keni dëgjuar për zona të ndryshme, keni dëgjuar nga prindërit tuaj, nga gjyshërit tuaj, u janë dukur më pas të vërteta dhe reale dhe ndoshta jeni trembur. Historia që do t'rregoj sonte bëhet fjalë për një lindje të jashtëzakonshme. Një djalë i cili ka lindur me fletë në shpinë dhe familja ka ndyshuar që mund të ishte një ëngjëll. Nuk e di nga t'ja filloj, thot, sepse që nga ajo ditë jeta ime nuk është më e njëjtë. Jam një nënë e thjeshtë si shumë nëna të tjera. Kam qarë, kam qeshur, kam shpresuar edhe jam lutur. Por ajo që unë pash ditën kur lindi djali im, nuk do të harohet kur e asnjëherë. As nga unë, e as nga kjo botë. Shtatzania ime ishte e çuditshme që në fillim. Nuk ishte si në herët e tjera. Netëve nuk flia pothuajse fare. Shpesh zgjohesha nga ëndra të frikshme, ku shihja dritë, zjarr, edhe një zë që në fakt më thoshte mos ki frikë. Ai nuk është si të tjerët. Mendova se në thelb ishin thjesht frikërat të një gruas shtatzën. Mjekët më thoshin se gjithçka ishte në rregull. Analizat dilnin jashtëzakonisht mirë. Por unë në thelb ndjeja diçka të fshehur brenda vetes time. Një peshë, një ndjesi që realisht nuk e shpjegoj dot. Djali lëvizte ndryshe në barkun tim. Jo si një foshnjë normale. Kishte momente kur barku më ngrihej sikur diçka po përplasej nga brenda, atë lloj ndjesie kisha. Një natë buri im vuri dorën mbi barkun tim dhe u zbe krejtësisht në fytyrë. A e pe, më tha me zë të dridhur. Çfarë unë? E pyeta. Sikur u hap diçka. Qesha për ta qetësuar. Por brenda meje, frika po rritej shumë. Dita e lindjes erdhi me shi të fortë. Qielli ishte i zi krejt, rrugët ishin të boshatisura, sikur bota po përgatitej për diçka që nuk e kishte parë kurrë. Në sallën e lindjes, mjekët fillimisht u qetësuan. Por në momentin kur djali po dilte në jetë, gjithçka ndryshoi. Pash fytyrat e tyre. Njëra infermiere u mbështet pas murit. Një tjetër bëri shenjë o Zot. Një mjek tha me zë të ulët, Zoti i madh. Fillova të bërtas. Çfarë ka? Ma sillni djalin. Pse heshni? Kur ma vendosën mbi gjoks, trupi im u mbi krejtësisht. Djali im kishte diçka si fletë fluturuese në shpinë. Jo si krah të mëdhenj,
jo si në përalla, por dy formime të bardha, të holla, të dukshme që lëviznin lehtë sikur fryma e jetës po i tunte. Ai nuk qante, vetëm më shikonte. Sytë e tij nuk ishin sytë e një foshnje, ishin të thellë, të qetë edhe ishin sy të ditur. Në atë moment një mjek tha fjalën që më shpëtoi zemrën. Kjo nuk është normale. Djali u mor më njëherë, nuk ma lanë në dhomë, filluan analizat, ekzaminimet, fotografi. Askush nuk shpjegonte dot asgjë. Vetëm përshpëritje nëpër korridore. Është deformim, është mutacion, Zoti na ruajt. Por pastaj filluan fjalët e tjera, po sikur e ke parë si dritëzonte, nuk është i zakonshëm. Në spital u përhap një zë i frikshëm. Ky fëmijë është ëngjëll, thonin. Disa infermiere filluan që të më shpangnin, të tjera të më shikonin me frikë, njëra më tha fshehurazi, mos e lër vetëm, këta fëmijë nuk rin gjatë në këtë botë. Kur më në fund të ma sollën djalin, fletët i kishte të më shtjell me gazra, ai buzëqeshi, po buzëqeshi, një buzëqeshje që në fakt nuk i përkiste të një posalinduri. Më mbushën sytë me lotë. Ti e djali im për shpërita, çfarë do që t'jesh. Kur u kthyem në shtëpi, Meri nuk mbaroi. Nata e parë ishte e heshtur, asnjë e qarë, asnjë zhurmë. Në mesnatë u zgjova nga një ndriçim i butë. Djali im po rezatonte dritë. Jo shumë, por aq sa të shihja fytyrën e tij në errësirë. Buri im u largua pas disa javësh, tha se nuk e përballonte dot. Familja ime më quajti të mallkuar, fqinjët nuk më vinin më. Disa më linin letra tek dera, mos e mbaja të fëmijë këtu. Por unë nuk u dorëzova, e rita, e lava, e përqafova. Fletët nuk u zhdukën kur, vetëm u tkurën pak, sikur po prisnin kohën e tyre. Djali nuk foli deri në moshën 3 vjeç. Ditën që foli tha vetëm një fjalë. Mami, unë nuk do të rri gjatë. Zemra mu thye. Një natë ai u sëmur rënd. Temperatura ju rrit, drita u shua, fletët filluan të lëviznin. Ai më pa dhe më tha, mos qaj, ti më mësove se çfarë në thelb është dashuria. Në mëngjes ai u qetësua, drita u shua, fletët u zhdukën dhe në krahët e mi mbeti vetëm një trup i vogël e i zakonshëm. Sot shumë pak më besojnë, thonë se kam imagjinuar, se kam qenë e sëmur mendërisht. Por unë e di çfarë linda. Unë linda një fëmijë që nuk ishte për këtë botë. Dhe nëse ëngjëjt ekzistojnë, unë atë ëngjëll e mbajte në krah.